Unë dua të bëjmë oficere, por para se të më ktheni këtë përgjigje, dua të di kush jeni ju. Unë jam Vladimir Mema, ushtara karriere. Kam punuar 40 vjet oficer me uniformë. Unë fillimisht kam mbaruar shkollën 7 vjeçare 5 maj në Unën Vajgurore. Dhe në vitet 62 mua më doli bursa për në gjimnazin 3 vjeçar Pogradec për të bërë mësues. Dhe baba im në datën 20 gusht të vitit 1962 shkon në seksion të arsimit për të çuar dokumentat. Por para se të shkonte për të çuar dokumentat, ai shkon takon shefin e degës ushtarake të Beratit, Major Kristaq Driu, me të cilin ai kishte qenë partizan në një qet, në një kompani, në një tokë gjallus nacional çlimtar. Dhe para se të shkonte në seksion të arsimit, ai shkon takon shefin e degës ushtarake. Dhe ai e pyet Shabani, thot, pse ka ardhur? I thot Shabani, unë kam ardhur, thot, se do të çoj dokumentat e djalit, thot, se më ka dalë bursa, thot, për në gjimnazin 3 vjeçar në Pogradec. O, Shaban, si e mbaroj shkollën çuni? Po e mbaroj. Çuni jop tha, do bëhet oficer. Si do bëhet oficer? Jo, do bëhet oficer, thot. Thot, më bie mua dokumentat dhe do hik, thot, se çuni do ta çoj në shkollë Skënderbej. Dhe ishte data 20, në datën 21 më vjen lajmërimi në shtëpi. Unë i kija shtëpit në Unën Vajgurore dhe në lajmërojnë që nesër në orën 8 të paraqiten në degën ushtarake se do të çoj djali, do të shkoj Vladimiri në shkollën Skënderbej. Dhe unë shkova në shkollën Skënderbej në vitin 62 dhe e mbarova në vitin 1966. Ballë shkollës Skënderbej vazhdova studimet në shkollën e bashkuar të asaj kohe. Pasi mbarova shkollën, isha nxënës me rezultate të larta dhe më zgjodhën për në batalionin e sigurimit të Ministrisë së Mbrojtjes si oficer. Në batalionin e sigurimit, siç i thoshin atë kohë batalioni Digo Seqës, unë qëndrova 5 vjet. Dhe duke qenë një oficer që kisha të ardhme, kisha perspektivë, më çuan në shkollën Skënderbej si kuadro për të nxjerrë oficera për të mësuar skënderbegasit, për të mbaruar gjimnazin dhe pastaj më vonë në shkollën e bashkuar. Jam martuar me Lumturi Memën, ajo është nga qyteti Kuçovës. Me Lumturin pata 2 fëmijë. Po tani kam një vajzë. Në vitin 85, duke pasur djalin gjimnazist, në gjimnazin Batut Karbunara, po zishin 2 vetë. Dhe ai ishte i gjatë, i fuqishëm si puna ime, dhe u fut në mes për t'i ndarë ata. Por nuk i ndalë dot për arsye se njëri nga ta e goditi me thik dhe i kputi aortën. Në datën 16 maj të 95-s, i bera dhe lindjen, kurse në datën 23 maj ma vran djalin e vetë. Punova një vit në Berat dhe më hoqën nga ushtria. Më hoqën nga ushtria me motivacion për arsye se kisha qenë komandë brigate në kohën e parë. Por fati se deshte dhe e mira dhe njeriu i mirë ku do kërkohet, dhe në 97-ën më kërkuan për të shkuar në Gjirokastër si oficer. Vate në Gjirokastër në atë vit mrapt, në atë vit të vështirë që u shkatrua komplet ushtria. Unë punova atje një vit dhe mas një viti më morën në Tiranë. Ju vini nga qyteti i Beratit, dua të më tregoni pak për jetën tuaj fëminore. Jeta ime fëminore ka qenë pak e vështirë. Për arsye se baba im ishte mekanik në SMT-n e Unës Vajgurore dhe ne ishim 5 fëmijë. Edhe kishim biroga, nëna dhe babai. Edhe ishim jo mirë ekonomikisht. Megjithatë, si fëmijë që ishim, neve mëson shumë në atë kohë. Dhe unë mësova goxha dhe kur mbarova 7 vjeçar, kisha vetëm 2 katrat të tjera, i kisha 5 dhe pastaj shkova në shkollën ushtarake Skënderbej. Edhe në shkollën ushtarake Skënderbej na ndihmoi ai shefi i degës ushtarake, për arsye se i tha baba që ti nuk ke mundësi ta ndjekësh ekonomikisht, por më mirë çoje në shkollën ushtarake Skënderbej. Edhe unë shkova në shkollën ushtarake Skënderbej, për arsye se ishte me bursë shteti në atë kohë.
Çfarë nxënësi ka qenë zoti Vladimir në vazhdimin e shkollës së mesme? Në shkollën e mesme, në shkollën ushtarake Skënderbej, ta dini të gjithë që shkolla ushtarake Skënderbej ishte një nga shkollat elitare të asaj kohe. Mirë të nxënësën, me rezultatet e larta, edhe unë të 4 vitet e gjimnazit që bëra në shkollën ushtarake, i mbylla me rezultatet e larta. Dhe pasi i mbylla me rezultatet e larta, duke pasur rezultatet e mira, më të qonë në shkollën e bashkuar, në degën këmsori, por në degën zbulim. Pra arsye se dega e zbulimit ishte një degë me vështirë, por që ishte një degë që ishte e preferuar në asaj kohe. Çfarë nxënësi ka qenë zoti Vladimir në vazhdimin e shkollës së mesme? Në shkollën e mesme, unë kam qenë nxënës jo shumë i mirë, po nxënës i mirë. Pra arsye se shkolla Skënderbej, siç e thash edhe më përpara, ishte një shkollë që ishte elitare në atë kohë në qytetin e Tiranës. Dhe kishte kërkesa të larta. Pavarësisht se neve shkonim nga rrethet dhe siç edhe qëndron dhe sot ajo që nxënësit që vinë nga rrethet kur shkonin në Tiranë kishin edhe një farë mangësie në trajtimin e temave, të problemeve, të mësimeve, po si do qoftë unë e marrova me rezultatin, kisha 3-4, kisha 1 3 edhe tjera dhe kisha 5 në atë kohë, dhe shkova në shkollën e bashkuar të oficerat e Enver Hoxha. A ka pasur zoti Vladimir ndonjë moment të bukur në moshën e adoleshencës dhe si e shihni ju tani këtë brez në krahasim me brezin tuaj në atë kohë? Unë në atë kohë kam pasur vite të bukura, kur shkoja me pushime në Gjirokastër, se unë nënën e kam pasur nga Gjirokastra, dhe pothuajse se të gjithë verën e kaloja në qytetin e Gjirokastrës. Dhe në qytetin e Gjirokastrës në atë kohë, në kalan e moçme, të qytetit e Gjirokastrës bëheshin kampe verore me fëmijët dhe nxënësit e shkollave. Dhe ne atje vazhdimisht bënim aktivitete të ndryshme, si loja voleybolli, basketbolli, ndeshje futbolli, dhe unë ato vite i mbaj mend se kalonim shumë mirë me shoqërinë, me njerëzit, me edukatorët që kishim që ndiqnin aktivitetet në kampet verore të qytetit Gjirokastrës. Zoti Vladimir, në kohën tuaj dalja e së drejtës së studimit ishte një sukses. Si e keni pritur ju këtë të drejtë dhe na tregoni paksa për emocionet tuaja? Në atë kohë e drejta e studimit, pasi mbaronim shkollën 7 vjeçare, në bazë të rezultateve që kishte çdo nxënës, i caktohej tani edhe e drejta e studimit. Në atë kohë kishte raste që nxënësit me rezultate të larta dhe sipas nevoja që kishte shteti, unë si që thash, mua më doli për gjimnazin 3 vjeçar në Pogradec për të dalë mësues matematike. Pra, i zgjidhin nxënësit ai që kishte njohuri për matematikë, i çonin për mësues matematike, i çonin në gjimnaz ose i çonin në pedagogjike, siç kishin pedagogjikën e Beratit. Ose siç ishin gjimnaze 3 vjeçare që ishin në Pogradec dhe një gjimnaz 3 vjeçar ishte në Shkodër. Kurse mua me rezultatet që kisha më doli për në gjimnazin 3 vjeçar të Pogradecit. Pavarësisht se pasandaj unë, për arsye ekonomike dhe për arsye të tjera, mua më çonë në shkollën ushtarake Skënderbej. Pra, në atë kohë, neve nuk ishim mesatare, por shikojsh gjithë esuria e nxënësit. Kurse, kur isha në shkollën ushtarake Skënderbej, neve i merrim nxënësit me notën mesatare 8.5 e lartë. Dhe unë kam dhe një porosi, një kërkesë që nxënësit e sotëm duhet të rendin për ta marrë mesatare, duhet të rendin që të kenë mesatare sa më të lartë në shkollën e mesme me qëllim që të shkojnë në shkollat e larta. Pra se sot arsimi është i liberalizuar, çdo nxënës, çdo student, çdo fëmijë shkon atje ku dëshiron, kurse neve në atë kohë nuk na ishte kjo e drejtë. Mund të shkojë për shembull në Meksinë në atë kohë vetëm nëse kishte gjitha notat 5 siç i kishim neve.
për arsye ose në vendet të tjera nuk të çonin. Pra, në atë kohë, edhe në atë kohë kërkojsh mesatarja. Dhe sot, në kushtet e demokracisë, unë kam mendimin që, për mendimin tim, ndoshta mund ta kem të gabuar, po nuk është e lejueshme që nxënësit me notë mesatare 5 dhe 6 të shkojnë në universitet. Vërtet janë të drejtat e studimit janë të lira, por duhet përballuar. Dhe shkolla, ai që ka mesatare të ulët edhe nuk e përballon dot. Prandaj kam mendimin që ju e sot që jeni të rinjt, duhet të përpiqen të lexojnë sa më shumë. Se unë ja kam atje mbaj në shtëpi, se unë s'kam njerëz, kam vetëm bashkëshorten, mbaj një mbes që është në vit 3 të shkollë të gjimnazit Babdut Karbonara. Por nuk më vjen mirë dhe e këshilloj, i them, ondje ngele gjithë ditën me celularin në dorë. Mirë celularit të jep dije, por duhet lexosh, se po s'lexove nuk thith gjë truri. Sa më shumë të lexosh, aq më shumë ngarkohet truri, aq më shumë i riu dhe e reja merr nga librat, nga mësimet, nga lëndët që zhvillohen në shkollë. Dhe kështu ai do të arrijë nesër që pas nesër që të bëhet një nxënës dhe një student i mirë, do të bëhet një punonjës i mirë, do të bëhet një inxhinier i mirë, do të bëhet një jurist i mirë, për arsye se ai ka lexuar, ka studiuar dhe do ta ketë më të lehtë për të gjetur vendin e punës nesër kur të dalë dhe të mbarojë shkollën e lartë. Zoti Vladimir, si u ndjet ju kur u emëruat për herë të parë si ushtarak në forcat e amartosura në... Kur mbarova shkollën e bashkuar dhe dola oficer, unë kisha dëshirë të shkoja në qytetin e Beratit. Por një muaj para se të mbaronim shkollën, në shkollën e oficerëve erdhi komandanti i batalionit të sigurimit të Ministrisë së Mbrojtjes, në atë kohë ishte një patriot dhe një qytetar i qytetit të Fierit, një Diko Zeqo, që është një oficer që ka lënë mbresa në ushtrinë shqiptare, dhe na zgjodhi 8 oficera për në batalionin e sigurimit. Zori oficerat që ishin në trup 7 lart, se ne në atë kohë në batalionin e sigurimit i merrim ushtar 1.75 e lartë. Për arsye se ne ishim repart speciale dhe hidheshim dhe me parashut. Ja unë si Vladimir, gjatë 5 vjetë që qëndrova në batalionin e sigurimit, jam hedhur 1 metër me parashut. Jemi hedhur 3 herë në fushën e Fierit me parashut. Se ashtu ishte rregulli dhe koha e kërkonte që batalionit special që ishte batalionit sigurimit, ushtarët ishin përgatitur. Ushtarët ishin 1.75 e lartë me peshë 80 kg. Ne dhe ishte dhe për çudikur i vishtim ushtarët, kishim dhe ushtarët që kishe numrin e kemës 48 dhe ishte 2 metra ose 2 metra e 5 ose 2 metra e 7 milimetra i gjatë. Pra ishin ushtarë të fuqishëm, për arsye se ishim në ruajtje të shtabit përgjithshëm në kohë paqe dhe të qeverisë sa kësaj kohe në kohë lufte. Dhe prandaj mua më zgjodhën për në batalionin e sigurimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Unë e prita me dëshirë për arsye se ishte një repart special, pavarësisht se dëshira ime ishte të vija pranë prindërve në qytetin e Beratit, por nuk ma plotson të dëshirë, por megjithatë unë u kënaqja që vajta në një repart special, vajta në një repart që ishte repart i mirë, ishte repart elitar e asaj kohe të ushtrisë shqiptare. A ja keni trashëguar ndonjërit për të afërmëve tuaj profesionin e ushtarakut? Tani profesioni i ushtarakut është një profesion i vështirë, është një profesion që kërkon sa sakrifica, është një profesion që ti merr disa të drejta. Dhe kërkon vështirësi, kërkon sakrificë, kërkon përkushtim. Megjithëse unë s'pata fatin që të kisha shumë djem, si që thashtë më përpara, nuk pata mundësin që të çoja njerëz për të dalë ushtarak. Por zanati i oficerit është një zanat i bukur, është zanat i vështirë, po është shumë i bukur. Është zanat që kërkon përkushtim, kërkon atë dashuri, për arsye se ushtarakët betohen përpara flamurit. Ushtarakët pjesë më të madhe të jetës e kalojnë me ushtarët, e kalojnë në repart. Unë kur isha
komandant brigate në Peshkopi, në vitin 88, kanë fletur 180 ditë në zyrë, dhe jo në shtëpi. Pra suja shu ishin koha, do të rije në gatishmëri. Si që rinim ne në gatishmëri, rinin dhe ushtarët në pozicion e zjarit, flinin në trashe, flinin në qendrat e zjarit, sepse e kërkon të koha. Pra, zanati oficerit është aq i lavdishëm, po është dhe i vështirë. Kurse sot në kushtet e demokracisë është më ndryshe. Sot, të jesh oficer është privilegj. Për arsye se neve duke qenë antari NATO-s, ushtarët dhe oficerat kanë shumë privilegje, kanë vështirësi, por kanë dhe të drejta. Duhen ushtarak, sot gjithë oficerat që ka ushtria shqiptare din në 1 në 2 gjuhë, kurse ne në atë kohë nuk në lejonin. Në thoshin Peshkop po të studioj rusisht ose anglisht. Dhe kishte disa metoda që na frenonin që ta studionim gjuhën e huaj. Megjithatë, pjesa oficerave që mbaronin zbulimin mësonin gjuhën e huaj. Për arsye se në atë kohë në shkollën e bashkuar ose në shkollën Skënderbej kishin 4 veta, një mësues për serbokroatisht, një mësues për greqisht, një mësues për italisht e të gjitha gjuhët e huaja. Dhe zbulusat dilnin nga oficerat që dinin më shumë gjuhë nga shokët e tjerë të armëve që ishin të këmbësarisë ose të artillerisë. Pra, kjo është vështirësia që ka zanati oficerit. Si u ndje Vladimiri kur u largua nga detyra dhe kur doli në pension? Vladimirin nga vitin 92 dhe në vitin 1997 e kanë hequr 4 herë nga ushtria. Për shkak të reformave të pash, për shkak të bindjeve politike dhe për shkak të ndërhyrjeve që bënte politika edhe në forcat e armatosur. Por, duke qenë një specialist i mirë, mua vazhdimisht më kanë liruar një vit, më kanë marrë përsëri, më kanë liruar 6 muaj, më morën përsëri. Në 97-ën, në 20 shkurt, unë fillova në Gjirokastër dhe nuk shkonte asnjëri nga Berati, por unë shkova se isha nevojtar dhe shkova në Gjirokastër. Por në Gjirokastër ka qenë vitet më të vështira të jetës time si ushtarak. Për arsye se ushtria u shkatërua. U shkatërua gjitha i mund dhe ai djers e popullit që ne ushtarakët i kemi bërë llogarit. Dhe po të ishte shitur teknika dhe armatimi, zotrinj, në rregull, dhe lekët e këtij armatimi të kishin shkuar në buxhetin e shtetit, pensioni më i ulët për të gjithë oficerat dhe popullin shqiptar do ishte 300.000 lekë. Por ajo pasuri që kishte ushtria u shkatërua, u voth. E shitën për 5 lekë pushtetarët. Dhe ato lekë që merren nga i armatim nuk u fut në arkën e shtetit. Nuk u fut në arkën e shtetit, zotrinj. E vodhën ata që e kishin në dorë ato të punë. Dhe mua më çuan në Gjirokastër dhe atje pata një ditë nga më të vështirat në ushtri. Në picat e Gjirokastrës po punonin për të futur armatimin dhe municionin që ishte i lasht në depo për ta futur në tunel. Por ishte edhe në porosi që ai armatim mos të futej më në tunel. Dhe në orën 10 të datës 15 maj, na dogjënsët, ne ishim 18 oficerat që punonim për arsye se s'kishte ushtan me ushtria, kishin ikur. Dhe nga këta 18 oficera, 14 u dogjën. Dhe nga 14 që u dogjën, 5 prej tyre kelen lapidar në kodrat e picarit. Vdiqën. Më kujtohet si sot Ferdinand Dosi nga Tolar i Metit. Dolin nga Përroj ku ishte depo. Mas tyre dalin 5 mauna. Ju them atyret mauna dhe juve në këtë distancën 300 metra, lëvizim me shpejtësi, thashun se do të hanë predat.
pasandaj vjen një makinë, një Benz Gjirokastës, e merre çon në spital dhe mbas ti shkojnë edhe 5 veta të tjerë, edhe u bën 12. Nga këta 5 i kemi çuar në Janin, se ne nuk s'kishim çaj bën në spitalin e Gjirokastës. Në Janin, në atë kohë na ndihmoi NATO dhe erdhi helikopteri nga Athina, i mori çoj në Athinë, kurse Ferdinand Dosti nga Tolar i Përmetit dha jetë. Dhe mbas 3 ditësh pasandaj e varrosëm e çuam në Tolar të Përmetit. Pra ishte një kohë e vështirë, por neve pasi ndodhën ngjarjet me përkushtim, punuam dhe i ngritëm përsëri ushtrinë. Ju faleminderit. Ju mbani disa detyra shoqërore si kryetari i shoqatës Shpiragu në Berat, gjithashtu edhe si nënkryetar i luftës nacionale çlirimtare. Na tregoni pak për këtë. Tani në qytetin e Beratit, unë kam shkuar në vitin 2003, mbasi ika nga Tirana. Për arsye se unë martova gocën në Berat dhe nuk rria dot në Tiranë, për arsye se kisha një vajzë dhe u ktheva në qytetin e Beratit. Në qytetin e Beratit ishe bërë tentativa për të ngritur shoqatën Shpiragu, për arsye se shoqata Shpiragu ishte ngritur me qendrën në Patos, me zotin Ahmet Velshani. Dhe zoti Ahmet vjen në qytetin e Beratit dhe në takon disa shokne me në krye Fasi Hasanin, cili sot është nuk jeton me. Ngritëm grupin në Smetar në qytetin e Beratit dhe punuar për të ngritur shoqatën adhetare kulturore Shpiragu. Dhe kemi ngritur këtë shoqatë. Është një shoqat që nxjerr në pa traditat, vlerat e dashurisë zonës Shpiragut, e cila në qytetin e Beratit është një zonë me tradita, është një zonë patriotike, është një zonë që gjatë luftës nacionale çlirimtare ka pasur 2 qeta partizane, ka pasur 2 batalione partizane, ka pasur Këshilli Nacional të zonës. Unë duke qenë se isha dhe pasaz veterani, për arsye se unë kisha pas baban partizan në qendrën e Shpiragut dhe në batalionin e Shpiragut, dhe me porositë e tij dhe me amanetin e tij unë u radhita dhe bashkë me Fasliko Qiun dhe Agim Selamin ngritëm degën e shoqatës adhetare kulturore Shpiragu në qytetin e Beratit. Kurse qendrën e kemi në Patos. Kjo shoqatë vazhdimisht ka punuar dhe punon për të nxjerrë në pa vlerat adhetare patriotike të krajinës Shpiragut, të burrave të mençur të zonës Shpiragut, dhe në këtë kuadër neve vazhdimisht me shoqatën Shpiragu bëjmë aktivitete të ndryshme në bashkëpunim me Komitetin e Veteranëve të Luftës Nacionale Çlirimtare të Popullit Shqiptar, për arsye se ata mbrojnë vlerat e luftës nacionale çlirimtare. Lufta nacionale çlirimtare është epopeja më e lavdishme e popullit shqiptar. Mbas kohës së Skënderbeut, luftrave të Skënderbeut, vjen lufta nacionale çlirimtare. Lufta nacionale çlirimtare, të dashur shok e miq, pioner, nxënës e student, është një luftë që e ka bërë populli, ka derdhur gjak. Janë 28.000 dëshmorë që dhanë jetën në lule të rinisë. Ata u ngritën për një jetë më të mirë, për të çliruar nga pushtuesi. Dhe unë nuk jam dakord me një pjesë të asaj politike, ose të atyre partive të djatha që e përçmojnë luftën. Jo, ne duhet krenohemi me luftën nacionale çlirimtare. Pra arsye se gjyshit, stërgjyshit, baballar tanë dhanë jetën për çlirimin e dheut. Nuk e gjykojmë neve sot dot periudhën e vitit 1941-45. Ka qenë tjetër konjunktur, ka qenë tjetër politik. Pra, populli shqiptar diti në atë kohë që t'i mobilizojë njerëzit dhe djemt të bashkohen në radhë të luftës nacionale shqiptare për ta shliruar dheun. Nuk mund të gjykojmë ne sot se Gjermani nuk është tjetër sot Gjermani. Sot Gjermani po na pret njerëzit, po na pret vëllezërit, motrat që të punojnë, kurse në atë kohë ishte Gjermania naziste. Gjermania naziste, zotrinj,
Wow, 52 milion njerëz në luftën e dytë botërore. Janë djegur gati 2 milion në përkërërimit, në Mauthausen të Gjermanisë, i kanë bërë njerëzit sapun. Pra, ajo bie isha naziste. Pra dhe juve duhet ta kuptoni që tjetër është ajo kohë dhe tjetër është kjo kohë. Ne do ta vlerësojmë ato kohë për periudhën e luftës. Nuk ne gjykojmë për periudhën e mbas luftës. Se dhe mbas luftës ka pasur dhe të mira, por ka pasur dhe gabime. Ka pasur dhe gabime. Ama neve do t'i pranojmë gabimet, por do të pranojmë edhe atë që është me kryesorja. Vërtet ishte sistem diktatorial, se ishte diktatura e proletariatit. Aman, gjithë popullin shqiptar e kishte në punë. Ishim 4 milion shqiptar në atë kohë. Sot kemi ngelu 1.800.000, 2 milion, 3 milion. 1 milion e ca kanë ikur. Kanë ikur për bukën e gojës. Si në atë kohë, edhe në atë kohë, popullin ishte fukara. Ama në ngrit në luft për ta hequr Italinë fashiste. Në ngrit në luft për të dërbuar Gjermaninë naziste. Se thonë sot që ata do iknin. Ama po të ikur Gjermania nga Kakavia në Shkodër, mund shkonte për 28 orë, po se 24 orë, se ishin me mjetët motorizuara, po ata ndente një vit e gjysmë. Vëran njerëz, vëran dëshmorët, vëran herojtë e popullit. Pra unë jam atë që historia të vlerësohet nga historian, jo nga politika. Se politika do të bëjë të vetën që të thith njerëzit, të afroj njerëzit në krahun e vetë. Po me mendëshmëri, me patriotizëm, ta duam Shqipërinë. Se po ikin shqiptarët, po Shqipëria është vendi më i bukur në botë. Jo se e them unë, po e thonë të tjerët. Shqipëria ka detin, ka malin, ka lumbin. Pra, unë e kam mbrojtur Shqipërinë nga tropoja në Sarandë. Po është vendi mrekullueshëm. Është vendi mrekullueshëm. Ama të bëhet me punë. Bëhet me punë. Dhe njerëzit po të punojnë, do t'i zgjerin të mirat e tyre. Ju faleminderit. A ka ndonjë mesazh zoti Vladimir për të rinjtë e sotëm si prind dhe si intelektual? Unë kam një mesazh për ju të rinjt që në këto kushte të demokracisë keni shumë të drejta dhe ju takojnë për arsye se demokracia është demokraci, është liri e mendimit, e liri e fjalës. Dhe ju si të rinj që jeni duhet ta vlerësoni demokracinë. Ta vlerësoni dhe ta kuptoni. Me qëllim që juve sa jeni në bankat e shkollës të bënit përpjekje që të merrni maksimumin e shkollës. Të merrni njohuri sa më të shumta. Me qëllim që edhe ju të bëni dikush në jetë. Se sot në atë kohë punoj dhe duke mbaruar shkollën 8 vjeçare, duke mbaruar edhe gjimnazin. Kurse sot po s'pate shkollë të lartë se ka është kohë e teknologjisë. Juve me një kompjuter dhe me një celular mund të bëni shumë veprime sot. Kurse në atë kohë nuk e kishim celularin edhe televizorin. Unë televizorin e kam parë kur mbaroj shkollën e mesme. Pra, nga viti klasë e parë deri në vitin e 4 unë s'kisha televizor në shtëpi. Se s'kisha mund si babaj. Kurse sot i keni të gjitha të mirat. Pra duhet ta vlerësoni këtë. Ama duhet vlerësoni edhe mundin e ndjesën që bën baballuar tuaj për të rritur, për të ushqyer dhe për të shkolluar. Ama dhe juve me dashamirësi për prindrit, për mundi që ata bëjnë, ka që jush, që juve të mirë edukoheni, që ju të mirë arsimoni, ama dhe ju të bëni njerëz të devotshëm për familjen dhe për shoqërinë. Ama në radhë parë për familjen, se sot në Shqipëri po ndodhin shumë gjëra që janë shumë të tmerrshme. Vret djali baban, vret babaj djalin. Ajo po është skandaloze. Është shoqëria ku njerëzit, fëmijët, nxënësit të rinj i thonë gjërat ashtu siç i ndjejnë. Kurse mbas shkollës mesme pastaj dikush edhe lëviz. Pra unë kam një porosi që si baba, si gjysh që të bëni njerëz të mirë për veten tuaj në radhë parë, për familjen dhe pastaj edhe për shoqërinë, edhe për demokracinë, por edhe në fund edhe për Shqipërinë. Ju faleminderit. Zoti Vladimir, ju falenderojmë për sinqeritetin tuaj për intelektuali model, por pyetjet për ju nuk kanë mbaruar ende, sepse tani do të vinë në skenë i pandrejshmi, besoj se jeni gati ta mirëprisni. Faleminderit.
I Pandrej Schmidt. Përshëndetje miq, ku do që ndodheni? Përshëndetje zoti Vladimir. Përshëndetje. A jeni gati për pyetjet e mia? Po, Atëherë, pyetja ime e parë për ju është: sa ura janë bilumi në sum? Milomi në sum është ura e Velabishtit, ura e Goricës, ura e Varur, është ura në ku kthemi për në fusi ujëzi, dhe ura pasandaj është në Therepel. Ju falenderoj për përgjigjen, zoti Vladimir. Por përgjigja është e gabuar. Dakord. A dëshironi që t'ju e tregoj unë? Po, ma trego. Gjithsej janë 3 ura. Ju falenderoj, zoti Vladimir. A jeni gati për pyetjen time të dytë? Po, Atëherë, sa ura janë në qarkun e Beratit? ura në qarkun e Beratit është ura e Goricës e para. Ura e Velabishtit që është berere. Është ura e Varur. Është ura sa hynë në Berat. Të lumit Semën. Është ura vajgurore. Ju falenderoj për përgjigjen, zoti Vladimir. Përgjigja është e saktë. Ju falenderoj për këtë bashkëbisedim. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Roshi. Zoti Vladimir, ju falenderojmë që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e spektaklit tonë. Jeni të mirëpritur edhe herë të tjera. Ju faleminderit. Ju falenderojmë edhe një herë. Faleminderit. Ky ishte edhe spektakli ynë për sot, mirë u takofshim